Jam ginekolog dhe ajo që bëj me pacientët e mi do t'ju habis, por ju si mund të mendoni? Çdo ditë është një sfidë e re, nuk është vetëm diagnostikimi ose trajtimi, është mënyra se si unë mund t'i bëj pacientët të ndihen të sigurt, të qetë dhe të mirë kuptuar, edhe kur vijat e frikës, ankthit dhe turpit janë të pranishme. Shumë gra vinë me frikë, vizita e parë, analiza të dhimbshme, lajme të paparashikuara. Disa vinë të shqetësuara për diçka që duk normale për të tjerët, por shqetësuese për ta. Çfarë i bën vizitat tona të veçanta? Është mënyra ime e provës. Unë provoj të shoh çdo situatë nga perspektivat e tyre. Nuk është eksperiment me trupin e tyre, është eksperimentim në mënyrën se si qasemi frikës dhe shqetësimeve. Një fjalë e thënë në kohën e duhur mund të qetësoj panikun. Një shpjegim i thjesht mund të shkatroj keqkuptimin që mund të ketë ndërtuar ankth. Një mënyrë për të komunikuar pa u ndjerë gjykuar mund t'i bëj pacientët të hapen dhe të ndihen të fuqizuar. Disa paciente janë të befasuar kur kuptojnë se vizita nuk është thjesht një rutinë mjekësore, është një mësim për trupin e tyre, një udhëtim drejt mirëqenies dhe shpesh një hap drejt vetbesimit. Ajo që bëj është të provoj kufit e frikës, të edukoj dhe të tregoj se asgjë nuk është e turpshme. Dhe kur ato largohen, shpesh me buzëqeshje ose lehtësim, ata nuk e kuptojnë menjëherë se ajo që i habiti nuk ishte ndonjë procedurë e pazakonshme, por qëndrimi im i kujdesshëm dhe respekti për trupin dhe ndjenjat e tyre. Kjo është gjëja që i habit më shumë njerëzit që janë aparate ose trajtimet që bëjnë diferencën. Është mënyra se si i trajtojmë ata si njerëz, jo si raste mjekësore. Në këtë mënyrë çdo ditë punoj si ginekolog dhe çdo ditë më habisin edhe mua pacientët me besimin, guximin dhe historitë e tyre.